Shikues të dashur, tash jemi rikthyer përsëri në studio. Ora po shënon 8:25 minuta, e pamë dhe materialin e realizuar nga Erza, ndërsa ne tutje tash do të flasim në studio. Kemi Arta Berishën, themeluese e Speranca Institut, një organizatë që fokusohet në dy tema, në dy drejtime, në edukimin mediatik dhe promovimin e konceptit Open Education Resources në arsimin e lartë në Kosovë. Së në fund me kanë realizuar edhe një analizë, ku kanë analizuar të rinjt, kanë bërë një lloj hulumtime rreth qëndrimit të tyre në rrjetet sociale. Unë theksova edhe më herët që sipas kësaj analize mbi 90% e të rinjve qëndrojnë nga 1 deri në 6 orë në rrjetet sociale, kanë telefonin e tyre në dorë dhe kësaj janë më të ekspozuar rreth dezinformatave, madje kanë qenë të përfshira edhe në plan programe të partive politike, përfshi edhe partitë më të mëdha në vend, por sa pritet me realizu dhe sa kanë tregu për zbatimin e tyre, kjo analizë po ashtu tregon tutje dhe i sqarojmë disa probleme dhe disa rezultate të gjetura që kanë ardhur në bazë të kësaj analize bashkë me Artën që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirë se jeta, faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu, kënaqësi, faleminderit për kohën që këndoa me të qenë pjesë e emisionit sot. Flasim së pari për Speranca Institut, me të qenë se nuk kemi pas një bisedë bashkë, t'ju tregojmë edhe shikuesve se çka bën dhe në çka jeni të fokusuar saktësisht. Po, faleminderit. Atëherë Speranca Institut dhe ka edhe një edhe një pjesë tjetër, e vërtetë. Që është Anchoring the Truth in the Age of Artificial Intelligence, ose ankorimit të së vërtetës në epokën e inteligjencës artificiale, që fillimisht ka qenë më tepër epoka digjitale, sepse por me që jemi në këtë kohën e AI, ose inteligjencës artificiale, atër ka qenë më kohës që ta përfshim këtë fjalë. Instituti është i themeluar i Shtazi, më saktësisht vitin e kaluar. Është një institut që është një organizatë që është themeluar me rastin ose me të kthyer unë personalisht nga Amerika, ku kam qenë në një program të Fulbrightit dhe kam punuar në fushën e edukimit mediatik. Më saktësisht jam marrë konceptualisht me riadaptimin ose adaptimin e një libri universitar që i përket modelit OER, ose Open Educational Resources, që është në fakt në Shqip ne e përkthejmë si libra të hapur, ose libra ose materiale shkollore me qasje të hapur, që i bie që është falas. Koncepti është i zhvilluar më tepër në Amerikë, por natyrisht ka prani ose prezencë edhe në Evropë, më pak në Kosovë. Arsyet janë të ndryshme, por kjo ka qenë një nga arsyet që unë kam themeluar institutin dhe me që unë vi vetë nga fusha e medjave, atëherë instituti ka 2 fusha. Është edukim mediatik edhe është një farë hyrje te ky koncept në mënyrë që të bashkëpunoj me studiues lokal, por edhe më gjerë në Ballkan, në Shqipëri, në Maqedoni, në mënyrë që të angazhohemi dhe të punoj në drejtim të publikimit ose ripublikimit të teksteve shkollore ose teksteve universitare për arsimin e lartë, që janë falas, që shkruhen nga studiues kredibil. Nuk do të thotë që ato libra shkruhen nga fillimi, por mund të riadaptohen, sepse çka është OER është që në Amerikë, pse është bërë në Amerikë, është sepse në Amerikë libra shkollor janë shumë shtrejtë, sidomos libra shkollor në universitet. Kanë një çmim shumë të lartë dhe universitetet kanë marrë vetë iniciativë që ata studiues, ata profesorë që veç shkruajnë tekste shkollore, këto tekste t'i bëjnë në një verzion tjetër që është online, t'i ristrukturojnë dhe t'i bëjnë me qasje falas. Domethënë ku studentët mund të hyjnë dhe 1% shumë e madhe e librave tash në Amerikë është online, por që vjen nga këta studiuesit me përvojë në shkrimin e teksteve universitare. Unë kam pasur rastin që të punoj në një libër që është për edukim mediatik dhe quhet Media Power. Tash verzioni im është titulluar Media Power Balkan Edition. Ideja është që çka bën ti në atë textbook, domethënë ose në atë libër universitar. E merr librin universitar që është i shkruar dhe në bashkëpunim me autorët e librit e riadapton për kontekstin lokal, për vendit nga vjen. Në rastin tim unë e kam bërë për kontekstin e Kosovës dhe për Ballkanin, me që unë kam punuar edhe për mediat në Shqipëri dhe edhe kam punuar edhe në Bullgari, kështu që konsideroj që e njoh deri diku kontekstin e mediave në Ballkan. Natyrisht fokusimi i madh ka qenë në Kosovë. Baza teorike qëndron e njëjta, ideja është që ti e sjell kontekstin lokal nëpërmjet shembujve. Për shembull, nëse në Amerikë librat shkollor te mediat trajtojnë shumë aspektin racor, për shembull
është një kapitull konstruktimi ose mënyra si e konstruktojmë gjinin ose racën. Në Kosovë ose në Ballkan është më tepër diskutimi bëhet për etnin. Kështu që kjo është një shembull që ti e tregon që cila temë është më e rëndësishme dhe atë ti e kontekstualizon. Ideja ka qenë kjo, që institutit të merret me këtë, ne jemi të punuar në identifikimin e teksteve të tjera shkollore, të cilat mund të readaptohen, dhe natyrisht së shpejti do të kemi bashkëpunime më të gjëra, sepse jo të gjitha unë e kam bërë një, po natyrisht studiuesit e tjerë do t'i bëjnë të tjerët. Janë të hapur në Kosovë për me bënë një gjë të tillë? Është një koncept ende i ri, ne zakonisht jemi pak të ngurtë kur bëhet fjalë për materiale që janë komplet edhe të reja edhe komplet falas. Sepse për shembull unë kur e diskutoj jo domosdoshmërisht me kolegë, por edhe me familjar, ideja është po a mund të shit librin. Qëllimi nuk është ai libër për të shitur, domethënë pavarësisht që edhe pse unë nuk jam autorja e parë, domethënë nuk mund ta shes, po edhe po të isha, qëllimi i projektit nuk është, domethënë nuk është. Atje universitetet investojnë vetë që këto materiale shkollore është tepër e rëndësishme të theksohet që të shkruhen nga njerëz të fushës, kompetent, profesor, autor të librave, edhe mandej të jenë komplet të hapura. Dhe kur them të hapura, nuk është vetëm që ti hyn online edhe ke aftësi ta lexosh, por është edhe kjo barazia, domethënë është edhe në universitetin ku unë kam qenë, për shembull e quajnë textbook equity, ku ti jo vetëm që ke të drejtë ose mund të hysh ta lexosh, ta e downloadon, e riadapton, e përshtat për nevojat e tua, por gjithashtu është i qasshëm edhe për njerëz grupe të caktuara të shoqërisë të marginalizuara, për shembull me aftësi të kufizuara, ose ka forma të ndryshme në cilat ti mund të bësh interaktivitet me materialin shkollor, dhe kryesisht është për arsimin e lartë. Që ky është një koncept që unë e kam shumë për zemër dhe dua ta diskutoj sepse unë të gjitha studimet bazike kam bërë në Kosovë dhe ne e dim që nuk është që nuk ka problem me librat universitar. Ne jemi edukuar, arsimuar me skripta, me fotokopje, me disa libra që natyrisht profesorët tonë edhe vazhdojmë, dhe ky është një problem në të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Natyrisht tash jemi të hapur dhe nuk është që nuk ka materiale falas, po a janë ato materiale kredibile. Domethënë kjo është çështja, prandaj duhet ta kanalizojmë edhe këtë çështje. Ndërsa pjesa tjetër ka të bëjë më tepër me edukimin mediatik, sepse ka hapësirë me që teksti që unë kam punuar është për këtë fushë dhe nuk flet vetëm për edukimin mediatik në kuptimin e lajmeve, për shembull ta dallojmë lajmin e pavërtetë, por flet edhe për disa koncepte të tjera, për shembull si u japim na kuptim disa fenomeneve kulturore që ndodhin në shoqërinë tonë dhe të cilat transmetohen nga mediat. Domethënë janë disa koncepte tepër të rëndësishme që unë mendoj që duhet të fillojmë të mësojmë ngadalë në mënyrë që ta kuptojmë. Dhe është kjo arsyeja pse keni bërë një analizë të tillë që keni bërë një lloj hulumtime me çujt me nxënësit në fakt në këtë rast apo jo? Po, kjo është piknisje e mënyrës se si ose qëllimi tim se si unë mendoj që ne duhet t'i kuptojmë mediat. Është shumë vështirë sot të pretendojmë që t'i edukojmë të gjithë përmes asaj që ata e konsumojnë në mediat sociale. Sot të gjithë jemi vazhdimisht në mediat sociale, edhe gazetarët më të njohur të Kosovës, por edhe të Shqipërisë sot thonë që lajmet i marrin online, nuk shikojnë lajme, po e kemi një grup shoqëror, mendoj unë tepër të rëndësishëm, të cilët kanë fare pak lidhje me ekranin ose me televizorin, do më thënë si garnitur e shtëpisë. Dhe ata janë, këta grupë mosha e ri që janë 15, 20, 24 vjeç, që janë ende pashkuar në universitet, që shkojnë në shkollë të mesme, ose edhe fillore, dhe qëllimi im është që këta të rinë ti inkuadrojnë, ti bëj pjesë e një grupi që ende normalisht që do t'jetë virtual, sepse është pamund që ti sjellësh të gjithë në një vend, por të cilët do të konsumojnë informata që atyre ju hynë në punë. Natyrisht nëse sot një të ri 15-16 vjeç e pyet se cili është problemi yt, ai nuk do të përgjigjet që problemi im është bullizmi ose shëndeti mendor por në realitet këto janë problemet edhe sipas organizatave me të cilat ne punojmë, këto janë problemet me të cilat të rinjt sot ballafaqohen. Kështu që ideja ka qenë që me që kemi qenë në prag të zgjedhjeve, sepse si gazetar non-stop merremi me aktualitetin, me që kemi qenë në prag të zgjedhjeve, atëherë kemi vendosur që të shohim se si partitë politike i trajtojnë nevojat ose shqetësimet e
kësaj gjenerate dhe pastaj ato t'i përkthejmë në një format edukimi për ta dhe t'i diskutojmë me ta. Do të thënë ka qenë një projekt që ka përfshirë një analizë të programeve partijake zgjedhore në fushën e të rinjve. Do të thënë nuk janë analizuar politika jashtë në mbrojtje këto tema, po janë analizuar vetëm temat fokusit e të rinj. Dhe pastaj ato tema i kemi diskutuar me të rinjt përmes storjeve në hapësirën digjitale ku ata janë. Të më thënë kjo ka qenë qëllimi. Kryesisht TikTok, Instagram edhe Facebook. Po, kemi përdorur edhe Facebookun me që ne jemi më shumë aty. Po, mosha jonë është atë, kështu që ja kemi bërë pak qefën vetës, po në përgjithësi dhe pastaj në kuadër të projektit, që projekti ka zgjatur 2 muaj, por ne po tentojmë ta vazhdojmë edhe tutje. Kemi vizituar nxënës në përshkolla, kemi bashkëbiseduar, nuk kemi bërë prezantime klasike në kuptimin që t'u sqarojmë atyre mediat, ose probleme që ata, por kemi bashkëbiseduar me ta për këto tema. Për shembull, shëndeti mendor, bullizmi, ambienti, patëm rastin e përmbytjeve këto ditë, edhe shkollat u vonuan ose u hapën me vonesë. Është interesant me pa perspektivën në nxënësve, ata nxënësit sot gëzohen kur shkollat nuk hapen, por a është ajo në benefitin e tyre? Domethënë, çdo mungesë në shkollë ju kushton atyre me dijen që e marrin më vonë. Kështu që nëse këto tema i trajtojmë me ta në storje, sepse unë e kuptoj që mediat gazetarët merren gjithë ditën me storje të ndryshme, po jo gjithmonë për shkak të zhvillimeve të ndryshme dhe për shkak të gjithmonë kemi ku që dalim vetëm të fokusohemi këtu, plus kjo kërkon një thellem, një hulumtim edhe ma tutje, kurse terreni ka qenë interesant me fol me tri edhe me pyet për shembull çka mendojnë ata për ambientin, kanë aktivitete jashtë kurikulare për të marrë me zgjidhjen e problemeve që i ka ambienti, një aktivitet konsistent për shembull për pastrimin e rrugëve jashtë ose për rreth shkollave, ose këto kanë qenë po. Unë i kam theksu disa ato që edhe kemi bisedu në fakt në bazë të kësaj analize, ku do të janë përfshirë në këto programe të rinj, është përfshirë shëndetje mendor, është përfshirë bullizme, janë përmendur fusha si transportin, ndërsa sporti, e të tjera, por që nuk flitet shumë për mënyrën, për buxhetin që nda për zbatimin e tyre. Mua më pëlqeu edhe një tjetër që thonë në fushën e transportit, megjithëse përmendën rrjete të integruara dhe investime infrastrukturore, mungon një qasje dedikuar për nxënësit të shkollave të mesme. Në një kontekst ku qytetet janë zgjeruar, linjat e transportit publik janë kufizuar dhe familjet mbajnë barën financiare për transportin e fëmijëve, programet nuk ofrojnë zgjidhje të strukturuara si transport publik falas për nxënësit. E që është e vetëm nëse zgabojnë në komunën e Abiliqit e kemi pasur një gjë të tillë, ku tashmë po e sigurojnë një transport, por që nuk dihet nëse po vazhdon tutje, ose në qëse komunat e tjera e praktikojnë këtë gjë. Për që si plan përfshihet nga partit politike dhe për zbatimin e tyre pak flitet. Po, ideja është që për shembull partitë politike në programet e tyre është interesant se ne kemi të bëjmë, ne i analizojmë programet e partive politike që ka kohë që janë në pushtet dhe ka kohë që, domethënë nuk do thotë që domosdoshmërisht të jesh pjesë e qeverisë, që të bësh politika, sepse ata vazhdimisht miratojnë ligje, bëjnë politika të ndryshme, aprovojnë, refuzojnë kështu me radhë. Ose disa kanë qenë më herët, disa janë tash. Nuk është hera e parë që unë i shoh normalisht edhe prej perspektivës së gazetares, kam kaluar disa në programet e partive politike, por më bën përshtypje që nuk ka një konsistencë të punëve që janë kryer me ato që do të bëhen. Domethënë është pak edhe natyrë logjike, nëse fillon sot me një punë dhe vazhdon pas disa vitesh, do t'i kthesh pas që ta shohësh rezultatin dhe pastaj të propozosh ide të reja. Kjo ka qenë një natyrisht partitë pozitive është që partitë politike merren me projekte të mëdha, për shembull premtojnë autostrada, hekurudha, ose projekte të mëdha infrastrukturore. Ideja është që nuk i targetojnë grupet caktuara të shoqërisë. A duhet i targetojmë? Kjo është pyetja ime ndoshta që nuk i kanë dhënë të përgjigje, sepse politikbërësit janë në një tjetër nivel prej shoqërisë civile ose prej neve gazetarëve. Ne bëjmë pyetje, por ndoshta edhe duhet i trajtojnë. Sepse programet hartohen në përputhje me nevojat e shoqërisë ose në përputhje me numrat që i kenë në dispozicion. Unë jam unë nga eksperienca tentoj të shkoj më shumë nga studimi kualitativ, por mua më pëlqejnë numrat që t'i interpretoj dhe t'ju jap kuptim. Nëse ne themi që 90% ose për shembull një studim që është bërë, 90% e fëmijëve të moshës 11 deri në 16 vjeç
kalojnë 1 deri në 6 orë në media sociale, përfshi YouTube-in, TikTok-in, e të tjera, Snapchat-in e kështu me radhë, çka bëjmë ne me këtë të dhënë. Domethënë ideja është si e kthejmë këtë të dhënë në zgjidhje për këta fëmijë. Domethënë në Evropë tash diskutohet ndalimi i mediave sociale për fëmijë në moshën 16 vjeç. A duhet që një politikan, një klasë politike ose një parti politike në programin e vet ta përfshi që kjo është strategjia e partisë sime, nëse unë vi në pushtet dhe unë do ta bëj këtë brenda kësaj periudhe dhe ky do të jetë rezultati. Unë këtë e pres në programet e partive politike që kanë një kohë në pushtet dhe e din gjendjen, domethënë e din probleme ndoshta merren atë. Por në fakt çka kemi janë premtime të përgjithshme, natyrisht adresimi i disa problemeve, por jo konkretizim, jo masa konkrete, jo matje të progresit, për shembull të këtyre fenomeneve. Ose për shembull nëse kemi janë bërë hulumtime të tjera, ku për shembull në vitin 2023 është bërë një hulumtim tjetër nga OSBE, ku thotë që nxënësit e shkollave të mesme kalojnë deri në 6 orë në TikTok. Cilat janë masat që ne duhet t'i marrim në qoftë se e kemi këtë të dhënë, domethënë çka bëjmë ne me këta numra. Kjo është hapësira ku natyrisht partitë politike duhet të futen, por edhe ne si shoqëri civile ose si media duhet të bëhemi pjesë në mënyrë që t'ju japim kuptim këtyre numrave dhe zgjidhje. Arta, faleminderit shumë për këto informata të cilat i ke ndarë. Ne për shkak të minutazhës dhe kohës që unë e kam shtyr në fakt dhe dua dal tek edicioni i lajmeve. Kaq kishim nga kjo bisedë dhe nga emisioni i kësaj dite. Besoj që Artën do ta shohim pastaj edhe në një story tjetër të cilën do të munduemi ta kompletojmë, edhe që në fokus ka të rinj dhe rrjetet sociale, po ashtu edhe mënyrën se si ata janë të ekspozuar ndaj dezinformatave, që shpesh herë këto gjejnë në rrjetet sociale dhe çush mundet me dallu një eri këto, pastaj do ta shtjellojmë edhe pas pak me Artën tutje. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, kënaqësi që ju pata këtu në studio. Faleminderit. Ndërsa ne tani do të kalojmë tek marketingu dhe edicioni i lajmeve të orës 9, bashkë do të takohemi të hënën deri atëherë mirëmbëjtje.